mirë se sa jo të mirë, por me të cilin është gjithsesi ballafaquar gjatë këtyre ditëve, kështu që shohim se çfarë ka ndodhur me Selin finalistes dhe Mateo gjysmë finalistit. Këtë do finale, po dëgjoj mirë, interesat e tua personale të lojës, Brikenën apo Mateo? Për interesat e lojës time personale, Mateon. Pse? Se Brikena për mendimin tim është më e fortë. Po ti Mateo, kush mendon se është më e fortë, ja apo Brikena? Do të thonë nëse njëri nga ju do të shkon finale, ti do të shkoj te Brikena. Po përdesa thash më e fortë Brikena i ke Brikena. Sepse ti shumë raste për shembull ke frikë përmendesh emrin tim. Po kam përmendë emrin e dashur state, pse është respekt më i madh. Për pyetjen e finalistit, kam thënë Brikena. Ti ke dashur me thënë emrin tim. Mendimi im. Po. Dhe ke preferuar një përgjigje ironike, siç e the ke dhoma rrëfimit. Po. Ti nuk më qejo pse thash Brikena. Po, ti dole në dhom rrëfimit. A e ke vënë sa egoiste ndonjëherë? Për shembull, jam shumë i bindur që edhe ti vetë gënjen kur thua unë dua që Brikena ti të para me në finale. Bravo. Ti po thua që mendimi im ka qenë ironik, edhe jo i vërtet. Edhe unë mendoj që ti sa herë përgjigjesh që unë du Brikena në finale, për mendimin tim ti je ironik dhe jo i vërtet. Po unë du finale. Me veten tate. Apo para vetes tate. Po pra se i bën bish përgjigjes. Ti ke dhënë përgjigje jo të vërteta, po ty edhe kur vinë flasin për Brikenën thua jo mos fol se del në ai klip. Kështu që më i pavërtetë i tonë mesën tonë ti se sa. Atë ka shumë mbështetje jashtë. Atë. Çka? Ka mbështetje jashtë. Ka mbështetje jashtë? Po da. Mateus ja uroj më shumë se sa Brikenës, është fakt. S'do ndodhi, po okay.